Po, duke ka qenë më e ashpër. LDK-ja ka deklaruar që pa një marrëveshje politike nuk do të votojnë për president. Nuk kanë përmendur nëse për Osmanin ose për dhënjet propozuar tjetër, megjithatë kanë thënë që pa marrëveshje. Na do të me elaboru çfarë kupton kjo marrëveshje politike. Absolutisht paktona me ta, sepse ideja është me konsultu. Kryeministri Kurti ka thënë ende pa mbajtur zgjedhjet. Ne do të flasim, do të presim rezultatet dhe do të flasim me opozitën. E me fol me opozitën është më marrë vesh më dakordu. Sepse për Kosovën ka mjaftu shumë tema. Edhe, më fali, posti i presidentit është posti i Kosovës, nuk është i shumicës. Ato do të me votu dikush, natyrisht që është procedura. Zonja Osmani ka prezentuar Kosovës, ka prezentuar shumicën. Kur ka shkuar që për njohje, për lobime, për antarësim në organizata që s'ka fol, ka thonë unë jam përfaqësuesja e qeverisë Kosovës. Pra, mos për ngushtojnë pak si shumë muhabetin. Pra, mos të prezentojnë presidentin e vendit si presidentin e shumicës së një partie politike. Kjo është e gabuar. A mund të mos qëndrojnë, ndoshta mos ta bëjnë korumin në suazat të asaj, nuk e di nëse tingëllon e ashpër hakmarrjes ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe pikërisht e kam fjalën për opozitën. Këto terma, këtu klasifikime, sepse ju keni me të drejtë, sepse kjo është gjuha që kanë përdorur opozita për 7-8 muaj. Dhe kështu edhe realisht dhe janë referuar, kanë pasere duke thënë se po amban anën. Atje kanë quajtur si zëdhënëse televizës vetëvendosje. Në këtë kontekst pyes nëse edhe do të jenë pranishëm ndoshta në sallën atë ditë. Ka një opsion të dytë, do të prezantojë një të dytë. Pra, prezantojë një kandidat tjetër, mbledhet 30 në shkrimë. Edhe dhe del një kandidat që është më mirë se zonja Osmani dhe ne këtu në studio së bashku me Tomën e përkrajmë një kandidat tjetër, ama do të bëkon më i mirë. Bëkon më reprezentativ nëse ekziston. Nëse ti thu s'po na pëlqen kjo, edhe s'kena kërkon tjetër, problemi është te ti. Janë përmendur, ndonë se janë përmendur disa zyrtarisht. Zyrtarisht në shkrimet. Sigurisht që në një pjesë e partive opozitare në tentativën e tyre për ta goditur lëvizjen vetëvendosje, shpeshherë kanë përdor pa kurfar drejte, birë po prapë them demokracia lejon, duke goditur Vjosa Osmanin cilësinë e presidentes. Për shembull ajo që është e fundit dhe që e kanë bërë këta të madhe partitë opozitare, që kinë se data 28 dhjetor, kur u mbajtën zgjedhjet e fundit, ka qenë faktikisht propozim i lëvizjes vetëvendosje dhe që kinë se presidentja vetëm për atë arsye e ka caktuar datë, gjë që nuk është e vërtetë. Është e vërtetë pjesa e parë që ka qenë e pëlqyeshme për lëvizjen vetëvendosje, janë dhënë arsyet që një pjesë e madhe e mërgatës tonë vjen për festat fundvitit dhe gjëra tjera. Mirë po tani doli faktikisht fakti pamohshëm që KQZ-ja ka deklaruar që një javë më herët me datën 21 dhjetor është e pamundshme për ta. Teknikisht është e pamundshme. Zgjedhjet për shkak se ta fateve që duhet jenë dhe për shkak të periudhës kohore që kanë qenë, se KQZ-ja gjithmonë është aty, edhe për zgjedhjet lokale. Do thotë janë çështje teknike, janë çështje që ne që nuk merremi, do të thotë çdo ditë me këto çështje, ndoshta edhe na ik prej mendes, mirë po faji nuk është i presidentes, për shkak se e ka zgjedhur datën më të mirë dhe kemi parë që data ka qenë e qelluar, jo vetëm që i ka fituar zgjedhjet lëvizja vetëvendosje, për shkak se lëvizja vetëvendosje nga ana e mërgatës tonë ka qenë e përkrahur shumë. Mirë po qytetarët e Kosovës, shumicë, ata që jetojmë në Kosovë, i kemi dhënë votën për lëvizjen vetëvendosje dhe nuk ka asgjë të keqe. Pastaj për shembull gabimet cilat i kanë bën partitë opozitare edhe me dash tash këta tre burrat që i përfaqësojnë partitë opozitare që po i shohim këtu në panon e televizionit juaj, nuk kanë kohë për me bërë reforma çfarë do duheshin që eventualisht në zgjedhjet e rregullta që do t'i kemi të marrin rezultat më të mirë. Për shkak se në të tilla rrethana, siç ndodhen sot, të njëjtit nuk guxojnë, nëse mund ta them ashtu, që në mars të shkojnë në zgjedhje së re. Jo ti mos e thuj për shkak se ti je moderatore po pethamon. Këta nuk guxojnë, thjesht nuk guxojnë, mos menajt sallën e